we are not for the first time together. This is our third time, am I right? Yes, you are right. Yeah. Ne Yes. nuk jemi për herë të parë, është era e tretë që Marko po bën një prezantim pra për familjen, prindërimin, të tema të ndryshme. Yes, this is the topic that I just shared this Wednesday in our association here in Split. Ky është një temë që unë folas këtë të mërkurën në një shoqat në këtu në Split. And when I had idea to prepare it, I just thought this Netflix series is very popular, and why don't we, talk about that, and why don't we explore it more? Dhe kjo në fakt Adoleshenca është një seri në Netflix, në atë faqen në internetin ku ka vetëm filma, dhe është një seri shumë e famshëm dhe mendova që kur Netflixi bën seri, filma është e gjitha, pse mos flasim dhe ne kemi shumë nevojë për të folur për adoleshencën. Yes, has anyone of you watched this Netflix series? A e ka parë ndonjëri prej jush këtë serin me adoleshentë, me seri filmi që titullohet Adoleshenca në Netflix, pra e keni parë, a ka ndonjëri në ju që e ka parë këtë seri filme? Yeah, maybe. Në chat, ose mund na Yes, maybe some of you did, but it actually tells about the teenagers' descent into violence influenced by toxic online culture. But I think they are writing, most of them they are writing that no, but one is writing yes, so maybe you can say something. Okay, so it's pra është një film që flet për adoleshencë, që tregon historinë e qetë dhe graduale të rënies së një adoleshenti në dhunë, të ndikuar nga kultura toksike online dhe neglizhenca emocionale. Yes, and it highlights how family, school, and society overlook warning signs until it's too late. Ajo thekson se si familja, shkolla dhe shoqëria injorojnë shenjat paralajmëruese derisa të jetë tepër vonë. I don't know how is it in Albania or Kosovo or wherever you are from, but here in Croatia, some things we start repairing and fixing only when it happens. Unë nuk e di se si është në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, nga jeni ju, por këtu në Kroaci ne fillojmë të shërojmë dhe të rregullojmë gjërat vetëm kur ato ndodhin dhe kur ato janë na lëndojmë. Because we people are so strange and so I would say dumb, and things need to happen, unfortunately, in a bad way, that we wake up and, for example, when some people die in a traffic, we start fixing traffic signs or things like that. Kjo nuk është e mirë, dhe sepse shumë njerëz janë të sillen si budallën, do thoya unë, që nuk bëjnë asgjë më përpara, por vetëm ku ndodhin ai gjë atëre fillojnë edhe të rregullojnë. Për shembull, një shembull ideal është kur ndodh një aksident në një rrugë, atëre kujtohen dhe vendosin shenjat paralajmëruese, shenjat e tabelave, gjithçka, kur ata mund ta kishin vendosur më përpara dhe mund të ishin shmangur kjo gjë. And we are putting almost no effort into preventing things like accidents. Ne jemi shumë të ngadalë, shumë të avash për të parandaluar ndodhit, trauma, ndodhit e këqija pra. 10 days ago, 32 years old guy was driving Tesla
in the center of Split. Për shembull një person 32 vjeç po ngjiste makinën në Tesla në qendër, u fut direkt aty. And can you imagine driving hyper fast electric car Tesla S version? Pra mund të imagjinoni që të ngasësh një makinë elektrike Tesla që është super makinë, 160 per kilometer. 160 km/h me shpejtësi të madhe. And he lost control of his vehicle. Dhe ai humbi kontrollin e makinës së tij. And he killed 65 years old lady. Dhe ai vrau pra një grua 65 vjeçare. It is just one example, you know, how there is no effort, you know, in preventing. We don't work same as in the traffic. It's the same situation in raising children, family, adolescents, and etc. Pra ne duhet të bëjmë më shumë për parandalimin që ndodhive dhe kjo gjë si rregull, si parim është edhe për fëmijët, familje, për adoleshentët, që ne më shumë duhet punojmë për parandalimin e gjërave se sa për kurimin e tyre. And I would like to recommend for you, especially who work with children, to watch this Netflix series. It's very, it's high quality filmed and topic presented series. Dhe do ju inkurajoja ju të gjithë që punoni me fëmijët, që merreni me fëmijët, që keni fëmijë, që ta shikoni këtë serial për adoleshencët në Netflix, sepse është shumë cilësore dhe do ju ndihmojnë. And you know, among many trash movies and material that we can find, for example, not only on Netflix, there are some things that you know, we can find in a high quality. Po mund të gjesh dhe filma të tjera, jo vetëm në Netflix, po edhe në vende të tjera që janë filma me cilësi të lartë. I highlighted the most important topics or themes in this series, and first is emotional suppression. Për shembull, mua më pëlqen shumë në këto seri të temat që janë më të rëndësishme dhe për mua tema më e rëndësishme për shembull është e para që është shtypja emocionale. And 13 years old boy Jamie cannot express feelings like sadness or anger. Se një djalë 13-14 vjeç nuk di se si të shpreh emocionet, ndjenjat për shembull, ndjenjat e inatit, ta shpreh dhe e shtyp për brenda. Revealing how emotional silence in boys often goes ignored until it's too late. Dhe ato shenjat paralajmëruese I injorohen dhe pastaj është shumë vonë. The second topic is distant parenting. Kurse tema e dytë është prindërimi I largët. Father loves his son, does not know how to connect with him. Babai humbi djalin dhe nuk di se si të lidhet me djalin. The series highlights how even caring parents can miss critical signs. Dhe ky seri pra filma e adoleshencës është si prindërit humbasin shenjat paralajmëruese. Third is passive schools, and it talks about you know, how knife attack, actually how teachers are present but fail to see what's happening. Dhe tema e treta e këtij serialit është pa shkolla pasive dhe se si mësuesit në përklase shikojnë gjithçka çfarë ndodh dhe janë pafuqishëm për të bërë diçka. It's actually talking about the critique of schools
are unequipped to deal with students' inner struggles. Për shembull, aty kritikojnë shkollat që nuk janë të përgatitura për se si të merren, si të trajtojnë nxënësit që kanë probleme të brendshme emocionale. And among a few other topics, I just extracted the final one. It's the sudden violence. Dhe tema e tjetër e këtij seriali pra është dhuna e papritur. You know, the knife attack that Jamie actually found the knife. His friend gave it to him. Për shembull, Jamie gjeti një thikë që miku I tij ja dha. And actually that scene is symbolically the final result of emotional build-up and social neglect. Dhe ky tile që u ndërtua gjithçka shoqëria dhe është I neglizhuar në ana emocionale. And let me see, yeah. The most striking scenes are filled with denial and disbelief. Skenat më goditse janë të mbushura me mohim dhe me mosbesim. A reaction typical of family dynamics in moments of crisis. Një reagim tipik I dinamikave familjare në momentet e krizave. And really it reflects real situation in our lives, you know, that when something happens, something horrible, we deny. We love to deny that it's, you know, it's nothing, it's something that it's not happening. Dhe këtë ne reflektojmë në jetën tona që kur do diçka goditse në jetën tona ne e mohojmë direkt që jo s'ka ndodhur, nuk ka ndodhur. Dhe kjo është reale në jetën tona. The mother tells her daughter, it must be a misunderstanding. Për shembull, nëna e thot vajzës së saj duhet të jetë një keq kuptim. Sorry. The father says police actually made a mistake. We know they did. Oh, policia ka bërë një gabim. Furthermore, there is a projection of blame onto others outside the family. Pra për më tepër ka një projeksion të fajit të tjerët jashtë familjes. It is a common reaction when we face sudden situations and crises like this. Pa është një reagim I njohur pra që ne kur na ndodh diçka ne nuk e marrim fajin është jashtë familjes. We deny and project the blame onto others. Pra ne mohojmë ose e projeksojmë fajin të tjerëve jashtë familjes. And for me, this is the most striking scene when the boy is imprisoned and kjo ishte ajo skena koditse kur djali ishte në burg për shembull. And he's having a conversation with psychologist. Dhe ai po bënte një bisedë me psikologun. And there is one topic that is present in the series, and it's the topic of shame. Dhe po flisë për një temë që është prezent në këtë serinë e adoleshencës që është tema e turpit. And this boy is telling that psychologist, that lady, how his father, you know, was cheering at football games when his father watched him playing football game. Pra edhe ky djalë po I kujton pra babain të tij duke proritur një ndeshje futbolli, pra që duke shpar ndeshjen e futbollit. But when that boy made a mistake, his father, you know, was looking away. He just, you know, directed his head in other direction. He was not looking at his son. Dhe por babai nuk po shikonte kush djalin e tij kur ai bëri një gabim. Actually, I think that I said that this boy
who is the main actor, he was imprisoned for killing his fellow girl, like lady. He was accused for a murder. Pra, ky djali ishte në burg sepse ishte akuzuar për vrasje, kishte vrarë një shoqen e tij, pra. And talking about his father watching him at the football game, he wonders if his father was sad, why he was. Ai po bisedonte me psikologun për babain, që duke parë ndeshje futbolli, por pyeste veten e tij nëse babai i tij ishte trishtuar. Then he admits actually he was ashamed when his boy was not playing football like he should play. Pra, por në fakt ai babai ishte turpëruar sepse djali nuk lute futboll ashtu siç duhet luante. And when the psychologist asks how that made him feel, the boy pleads. Kur psikologu e pyeti se si e bëri të ndjej kjo gjë, djali thot: Tell me he was not ashamed of me. Më thuaj që nuk ishte turpëruar nga unë. That is what I need to hear. Kjo është ajo që kam nevojë të dëgjoj. The psychologist responds, but wouldn't that be a lie? Po psikologu ju përgjigjet, po a nuk do të ishte një gënjeshtër kjo? The boy answers no. Kurse djali përgjigjet jo, e thot. And the most striking scene for me is when the psychologist tells him, I would rather hear from you what are you feeling than the truth. I rather want you tell me what are you feeling now than you telling me the truth. Edhe psikologu thot që okay, unë do të kisha më shumë dëshirë të dëgjoja se si ndjehesh ti tani se sa të vërtetën. And it tells me that sometimes it's more important for our children, for our fellows, our students. Nga njerë kjo më tregon mua që është më rëndësishme për fëmijët tanë, për studentët, nxënësit. Tell us how they feel, how they see the situation, what are they going through. Që të na tregojnë ne se si ndjen ata, si është situata e tyre, se çfarë po kalojnë ata në jetën e tyre. Sometimes it's more important for us and for them for us to see how they are going through than telling the truth 100% rational and exact. Pra është më rëndësishme që ata të shprehin ndjenjat e tyre se sa të kërcysh të presim që 100% të vërtetën, pra. And I don't say the truth is not important and it can overlap. Nuk po them që e vërteta nuk është e rëndësishme, But in our search for the truth, we just neglect what they feel and how they see the world. Por nga njëherë kur ne jemi në kërkim të së vërtetës, neglizhojmë padashje se si ndjen ata, ndjenjat e tyre. When a child carries such a deep existential wound, and the shame is deep existential wound. Dhe kur fëmia pra ndjen atë turpin, dhe turpi është një plagë ekzistenciale. And not shame only because his father is ashamed. Shame as existential feeling of being neglected, on a social media, being bullied or whatever. Pa, turpi nuk është vetëm kur sepse babai ka turp për djalin, por turpi adoleshentët mund ta kenë nga bullizmi, nga shoqëria, nga mediat sociale, që ato mund të lëndohen dhe të turpërohen. Yeah, because of that existential wound, it becomes easier to deny reality. Sepse ajo lëndimi ekzistencial
plaga ekzistenciale pra e turpërimit bëhet problem pasaj në jetën tonë. And here we need to understand what parents need in order to respond to the growing. Kuptojmë se çka ka nevojë prindërit, se si ata të përgjigjen. Parents and in some way teachers. Prindërit e gjithashtu edhe mësuesit në një farë mënyre. To respond to the growing needs and challenges their children are facing. Që të përgjigjen pra nevojave që fëmijët po përballojnë në rritjen e tyre. And if you remember my first workshop when we had, I don't know, 1.5 months ago, 2 months ago. Nëse mani mend atë seminarin e parë që kemi bërë së bashku para një muaji gjysmë. When we talked about emotionally healthy parents for healthy children. Kur folëm pra për prindrit të shëndetshëm emocionalisht, janë dhe cilin dhe fëmijë të shëndetshëm emocionalisht. I talked about how important it is for the parents to be emotionally regulated. Dhe fola se sa rëndësishme është për prindrit që të jenë rregulluar emocionalisht. Because in that way they pass on to their children all the key elements of the same regulation. Sepse në këtë mënyrë ata kalojnë te fëmijët edhe atë shëndetin emocional të tyre. And I will just repeat this one slide that I showed you on that first. Dhe do ta përsëris dhe atë slajdin që u tregova në seminarin e parë pra. These are the thoughts of Gabor Mate. Pra këto janë mendimet e Gabor Mate në librin e normalitetit. A young human being uses the emotional and nervous systems of caring adults. Një qenie e re njerëzore pra përdor sistemet emocionale dhe nervore të rriturve, kujdestarë. To regulate their own internal states. Për të rregulluar gjendjet e veta të tyre të brendshme. Throughout childhood and especially in early childhood. Gjatë gjithë fëmijërisë dhe veçanërisht në vitet e para të fëmijërisë. This interpersonal biological equation is fundamental. Ky ekuacion ndërpersonal biologjik është themelor. The more stressed the adult is, the more stressed the child will be. Sa më i stresuar të jetë i rrituri, pra prindëri, aq më i stresuar të jetë fëmia. And what happens when we change the roles? What happens? Dhe çfarë ndodh kur ne ndryshojmë rolet? Sometimes, children take the role of parents. Nganjëherë fëmijët marrin rolin e prindërve. Emotionally, and they just need to regulate their parents. Nga ana emocionale po themi, dhe fëmijët pastaj mendojnë që hajde të rregullojmë prindrit tan emocionalisht. And some parents, think that their children need to regulate them. Dhe disa prindër mendojnë vërtet që fëmijët e tyre duhet të rregullojnë ato. And it is such a heavy burden for children. Dhe po kjo është një barë e rëndë për fëmijët. And on the other side, there are some parents that don't show their emotions. Ka disa prindër që nuk shfaqin emocionet e tyre fare. They don't expect anything. They are just ato nuk kanë prishmëri fare, ato janë thjesht, nuk kanë as interes. They just don't feel their children. Ato thjesht nuk I ndjejnë fëmijët e tyre. And in that way they cannot even answer, any needs, emotional needs to their children. Në këtë mënyrë nëse që ata janë, ata nuk mund të plotësojnë ndonjë nevojë emocionale. But many times parents often get lost in the daily routine and the stresses that surrounds us. Po shpeshherë prindrit humbasin në të përditshmërinë e tyre dhe në punët e tyre. And without even noticing, we find ourselves in a state of chaos. Dhe pa vënë re ne gjejmë veten tonë në mes të kaosit.
Just like what happened to this family. Fiks siç ndodhi me këtë familje. To this family from our adolescent series. Pra nga kjo familje e në seria e adolescents. You know, many of you know, not many, I think all of you know, all of you are grown and mature. There are circumstances such, you know, we need to take care for money, school, work, we have lack of time. Pra ne të gjithë jemi të rritur këtu dhe e dim që ka shumë rrethana që ne duhet të shpenzojmë kohë, energji për të rregulluar jetën tonë, për financat, puna, prindërimi e gjitha tjera. And that is not even a complete list as you know yourselves. Edhe prapë nuk është gjithçka e plot siç ju e njihni veten tuaj. And those are the circumstances that surrounds us, you know, that are outside of ourselves. Pra këto janë situata dhe rrethana që na rrethojnë ne jashtë vetes tonë pra. But there are some circumstances inside of ourselves, such as lack of self-confidence or our pessimism. Janë ato rrethanat që janë brenda nesh, si ajo mungesa e sigurisë, mungesa e vet konfidencës pra. Our defense mechanisms that block our emotions. Edhe mekanizmi në vend mbrojtës e bllokon emocionet tona. And our fear for being overwhelmed by those emotions. Dhe për ato frika jon që nga mbigarkesa e këtyre emocioneve. Or when it comes specifically to our relationship with our children. Dhe kur vjen specifikisht në marrëdhënien tonë me fëmijët. It can be things like what irritates us about them. Dhe ne duhet na ndodh që janë ca gjëra që na irritojnë ne rreth fëmijëve tanë. Our expectations of them or our fears for them. Frikat tona për ata dhe prishmëritë tona për fëmijët tanë. And so unconsciously we choose the easier path. Dhe në mënyrë pavetdijshme ne zgjedhim rrugën më të lehtë. Instead of empathizing with what our child is feeling. Në vend që ne të shfaqim empati për se çfarë po ndjen fëmia ynë. We skip that part and react with anger, frustration. Dhe ne e shmangim këtë pjesën e empatisë dhe reagojmë me inat, me shqetësim. Or panic. Ose me panik. And that is why I also see this in my own parenting experience. Edhe unë këtë e shikoj në eksperiencën time si prind vet. In the kind of challenge that Philippa Perry talks about in this slide. Dhe gjithashtu shikoj edhe këto ashtu siç flet ky Philippa Perry në këtë slide pra, në këtë thënie. And these are her thoughts. It is common for a parent to emotionally withdraw. Është e zakonshme që një prind të tërhiqet emocionalisht. From their child at the same age that the parent's own parent became emotionally unavailable. Nga fëmia e tij në të njëjtën moshë kur prindi i tij është bërë emocionalisht I paarritshëm. Or a parent may feel the urge to emotionally distance themselves. Ose një prind mund të ndjejë dëshirën për të distancuar emocionalisht. When their child reaches the age at which they themselves felt lonely. Kur fëmia e tij arrin moshën në të cilën ai vet ishte ndjer I vetmuar. Wow, these thoughts when I prepared for this, workshop that we had, and at the same time for our Zoom meeting. Dhe kjo thënie kur unë e përgatita për këtë takim për seminare dhe për të tjera takime. When I read these thoughts some week ago from this author,
it struck me. Kur e lexova këtë thënie disa javë përpara më goditi. And it so confirmed my experience in my life. Konfirmon përjetimin tim. And in life of my mother, for example. Në dritën e marrëdhënies time me nënën time, për shembull. And I don't know, what about you? How do you feel, when you read these thoughts? But nuk e di se si ndjeni ju kur lexoni këto mendime. Thinking of myself and my mother, for example, when her grandchildren reach a certain age. Ja, për shembull, në rastin e mamit tim, ku mami im, për shembull, kur nipri dhe mbesër e saj arritën në atë moshë. Yeah, her grandchildren actually, my children and children of my siblings. Pra, nipri dhe mbesër e saj janë fëmijët e mi edhe të vëllezërve motrat të mira. When they reach some age, she just moves away emotionally from them. Kur ato arritën në një farë moshe, ajo direkt u tërhoq emocionalisht, nuk u distancua. It is as if she can no longer connect with them. Duke sikur ajo s'kishte më se si të lidhesh më me ta, nuk lidhesh më me ta, nuk kishte kontakt me ta. And we are talking about children, that reach, I would say, some 6, 7, 8 years old. Ne po flasim për fëmijë që janë 6 deri 8 vjeç, më shembull. And I see myself at this risk when my son, who has a very strong temperament. Dhe unë shikoj këtë rrezik kur të shikoj djalin tim I cili ka një temperament shumë të fortë. I see myself, shikoj wanting veten tek djali im. When my son expresses his strong will and forcefully expresses his needs. Dhe kur djali im shpreh pra vullnetin e tij të fortë dhe nevojat e tij. And I think, I didn't have that option in my childhood. Dhe unë mendova, unë se kisha këtë opsion në fëmijërinë time. And I just want, on the one side, I just want to shut myself, shut down. Unë dua që ta mbyll veten time. And on the other side, I want to enter into fight. Po në anën tjetër unë dua që të hyj të luftë me djalin. Because I didn't have that experience or that freedom growing up. Sepse unë nuk e kisha të përjetim atë liri kur rrita. Se djali im e ka. And I don't know how to handle that. Po unë nuk e di se çfarë të bëj në këtë situatë. It's easier for me. It's easier for me to withdraw or to enter into fight. Është më lehtë për mua që të mbyllem dhe të mos bëj asgjë se sa të hyj në luftë. And that is why I'm talking about, how all of us, we need to work on our childhood story. Prandaj unë po flas ne të gjithë ne duhet të punojmë atë historinë e fëmijërisë sonë. How it's so unavoiding to think on and to reflect our family of origin situation and the context. Është e pashmashme që ne duhet të reflektojmë për historinë e familjes tonë, dhe origjinës e familjes tonë dhe konteksti ku ne jemi rritur e familjes tonë. Është e pashmashme, ne duhet të reflektojmë historinë e familjes tonë. When we talk about this personal context, where is hope, or even better, where is the path toward healing, repair, and recovery? Kur ne flasim për këto kontekste, ku është shpresa, ku është ajo rruga e shërimit dhe e ripërtëritjes. While preparing for this workshop, I came across a phenomenal insight that confirms both my personal experience. Erdha në një disa mendime që konfirmojnë ato që do shëroja, të thoja.
personal experience and the entire process of self-work. Përjetimi plot personally and professionally. I punës ndaj vetes. Personally and professionally. Në mënyrë personale dhe profesionale. And listen to what Alice Miller, the Polish Swiss psychologist and the author says. Ja se qa thotë për shembull Miller, që është autori i drame e fëmijës të talentuar. She says, experience has taught us. Eksperienca na ka mësuar that we have only one enduring weapon. Se kemi vetëm një armë të qëndrueshme. In our fight against mental illness. Në luftën tonë kundër sëmundjeve mendore. And that is the emotional uncovering and emotional acceptance. Emocional. And emotional acceptance of the truth in the unique and individual history of our childhood. I së vërtetës në historinë unike dhe individuale të fëmijërisë sonë. And can you see how important is this? Mund ta shikoni se sa And she says this is what we have, enduring weapon. Të kemi të vetmen armë të qëndrueshme që kemi kundra luftës sëmundjeve mendore. In our fight against mental illness. Pra kundra probleme mendore. Kjo është e vetmja armë. To reflect, to think and to share. If it's possible to share it. Të ndajmë emocionet. To share what was the climate, what were the thoughts, to share what was the context of us being raised, as a children. Pra të ndajmë se cili ishte konteksti se si ne u ritëm, të ndajmë atë fëmijërinë tonë, se si ne u ritëm dhe kontekstin e kësaj, të zbulojmë pra emocionalisht po flasim, dhe ta pranojmë në mënyrë pranojmë emocione pra. Pranim emocional të së vërtetës. This author says that no matter how painful and neglected. Dhe ky autor thotë që s'ka rëndësi se sa e dhimbshme dhe të neglizhuar kemi qenë. Or confusing it may be. Ose të konfuz që mund të jemi. The truth from our childhood must not remain buried. E vërteta e fëmijërisë son nuk duhet të jetë e varosur. Only when we allow ourselves to feel what we weren't allowed to feel. Vetëm kur ne e lejojmë veten tonë të ndjejmë atë që kemi pas ndjerë when we admit that we may have been hurt. Dhe kur ne e pranojmë që ne jemi lënduar në fëmijërinë tonë. Afraid, felt invisible or blamed. O jemi ndjerë friksuar, apo jemi fajsuar, apo ndjem që nuk na pan, që nuk na jemi ndjerë të padukshëm pra. Only then can true healing begin. Atëherë mund të filloj pra shërimi. Yes, and that is, the context I'm talking about, how we as parents, teachers, friends can respond. This is the best way we can respond, towards our children. Pra kjo është si prindër, si mësues, si profesionistë të ndryshëm, pra kjo është ne duhet mendojmë mënyrën më të mirë se si të përgjigjemi, të reagojmë. To create a space, a capacity, emotional capacity. Që të krijojmë një atmosferë, një vend për ndarje dhe kapacitet emocional. Out of which we can present ourselves and to deal with our children.
dhe nga të cilat ne mund të prezantojmë veten tonë dhe të merremi me fëmijët tanë. Yeah. And in the serious adolescence, the moment when the parents Në serialin adoleshenca, momenti kur prindrit that their son is a suspect in a murder hits them. Kur prindrit dëgjojnë se djali i tyre është i dyshuar për një vrasje, kjo gjë i godet ata. As a total shock and denial. Dhe ata janë në gjendje që mohojnë gjithçka dhe në një tronditje totale. Not because they are bad people, but because they failed. Por sepse të shtuan të shohin. They failed to see what had been quietly building for years. Sepse dështuan të shohin ato që ishin ndërtuar në heshtje për vite me radhë. And that is the child suffering, isolation, shame, anger, and fear. Humbajtja e fëmijës, izolimi, turpin e fëmijës, zemërimin dhe frikën e fëmijës. They may have been present. Ata mund të kenë qenë të pranishëm. But they were not emotionally available. Por nuk kanë qenë emocionalisht të disponueshëm. And this is something that often happens in real life as well. Dhe kjo është diçka që shpesh ndodh edhe në jetën reale, apo jo? And you know, many things that happen to us, many bad things happen to us not because we all are bad people. Dhe shumë gjëra të këqija që na ndodhin ne nuk është sepse ne jemi njerëz të këqij, but because we failed to see what had been quietly building for years. Po sepse ne dështuam të shohim ato që ishin ndërtuar në heshtje për vite me radhë. Children don't drift away suddenly. Fëmijët nuk largohen papritur. They quietly withdraw when they don't feel seen, heard, or accepted as they are. Ata të rriqen në heshtje ku nuk dihen të parë, të dëgjuar ose të pranuar ashtu siç janë. When the truth hits us, it's often too late to fix everything. Kur e vërteta na godet, ne shpesh është tepër vonë për ta rregulluar gjithçka pra. But it is never too late to start looking deeper. Por kur nuk është vonë për të filluar të shohim më thellë. Into our child and into ourselves. Tek fëmia ynë dhe tek vetja jonë. Our personal context, if we don't become aware of it. Konteksti ynë personal, nëse nuk bëhemi të vetëdijshëm për të, becomes a limitation in our parenting. Kthehet në një kufizim në prindërimin ton. But when we face it with courage, it becomes the foundation for change. Por kur e përballoj me guxim, ai pra bën themeli ndryshimit. And I just want to share for the final slide, 2 slides, I just want to share with you 5 factors that influence the parent-child relationship. Dua të ndaj me ju 5 faktorë që ndikojnë në marrëdhënie prindër-fëmijë. When we talk about, preventing those situations that we don't want to happen. Kur ne flasim për parandalimin e situatave që ne nuk duam që të ndodhin. But preventing is not the main reason for us having a good relationship with our children. Por parandalimi nuk është arsyeja kryesore për ne si prindër që të kemi marrëdhënie të mirë me fëmijët tanë. It is emotional connection. It's the primary reason. Lidhja emocionale e arsyeja kryesore. And the first factor, I would say, the most important among others, is emotion. Faktori I parë që është më I rëndësishëm në mes të tjerëve, do të thoja është emotional attunement. Është përshtatja emocionale. Children need parents to be emotionally attuned. Fëmijët kanë nevojë që prindrit të jenë të lidhur emocionalisht me ta, të përshtatur. Children
need parents who have desire and ability to read their emotional needs. Fëmijët kanë nevojë që për prindër që të ketë prindër që të dinë të lexojnë nevojat emocionale të tyre. Të fëmijëve. Did your mother read your emotions when you were in first grade? A ishte mundur për nënën tënde që të lexonte emocionet e tua kur ti ishe në klasën e parë? Was your father emotionally attuned to you when you were in high school? A ishte babai I lidhur me ty emocionalisht kur ti ishe në shkollën e mesme? And it is so important to parents to be, attuned and not to change roles, that children take this responsibility. Pra edhe kjo është shumë e rëndësishme që ata prindit të jenë përshtatë emocionalisht dhe jo të varen nga rregullat e ndryshme. Pra. Second factor is responsiveness. Faktori I dytë që ndikon pra në marrëdhënie prindër-fëmijë është reagimi I ndjeshëm. When our parents had the ability to read our needs, they responded in the right way. Pra, kur prindrit, can you say it again, please? When our parents were emotionally attuned as this. Prindrit tani ishin të përshtatur emocionalisht, ose të lidhur. It is natural that they had to respond in the right way, They responded. Nëse ata janë të lidhur, pra përshtatur, lidhur emocionalisht, natyrshëm dhe ata do të reagojnë pra ndjeshëm në situata ndryshme. They responded, in giving us the healing, emotional healing, right word, physical touch, and they responded in order to heal us. Pra ata do përgjigjen, do reagojnë në mënyrë që ne të na shërojnë. Të na shërojnë duke me prekje fizike, me fjalët e duara, me dhurata, pra duke përmbushur nevojat emocionale të fëmijës. They just not only read our emotional state, they had prindrit jo vetëm që ditën të lexonin gjendjen tonë emocionale, por they had the ability to respond. Por ato kishin dhe aftësi për të reaguar, përgjigjur, plotësuar nevojat emocionale të fëmijës. The third factor and important as well is are the parents who regulate our effects, emotional effects. Pra faktori I tretë që ndikon në marrëdhënie prindër-fëmijë është rregullimi prindëror pra I efektit të tyre. If we have a scale from 1 to 10. Nëse kemi një peshore nga 1 deri në 10. Number 1 represents numbness or shutting down. Pra njëshi përfaqëson mbylljen komplet, fikjen. While 10 represents a panic reaction. Kurse 10 përfaqëson reagimin panikun pra emocional. If a child is on a 5 or 6, child becomes emotionally regulated. Atëre fëmia bëhet emocionalisht I rregullt pra. If we are on a scale from 1 to 3, a child enters a dysregulated state of hyperarousal. Pra nëse ne jemi në atë peshorën, pra në peshën në anën 1 deri te 3, pra atëre fëmia është hiperaktiv. Sorry, my mistake. It's hypoarousal. Hypoarousal. Okay, është it's down. It's down. Okay. It's down like hypo, which includes experience such as numbness or difficulty in concentration. Pra është I ulët, ai përjeton pra ka probleme me përqendrimin. Fëmia pra ka probleme me përqendrimin.
This is hypoarousal. But also we have, we have a situation from, let's say, from 7 to 10, we have a dysregulated state known as hyperarousal. This is hypoarousal. Pra, gjithashtu kemi në mosha 7 deri në 10 vjeç, jo 10 vjeç, 7 deri në 10, pra në anën tjetër të emocionale, atëherë kjo është ajo hiperaktiviteti pra, I fëmijës. Yes. Children that express their, mood as hyperactive, they have panic attack, they have some expressions of their inner state that we call hyperactive. Pra, ata që fëmijët që janë në këtë zonë, pra në 7 me 10 emocionalisht, ato mund të përjetojnë pra panik dhe hiperaktivitet në jetën e tyre. And on an everyday level, on an everyday basis, children can, go from hypo to hyper. Dhe në ditë të përditshme, pra fëmijët lëvizin emocionalisht, njëherë janë poshtë, njëherë janë lart. And that is somehow normal, and they need us as parents who regulate their effects. Dhe kjo është diçka normale dhe fëmijët kanë nevojë për prindit që të rregullojnë efektin e tyre emocional. But in a state of trauma, when child is traumatized, por në gjendjen e traumës ku fëmia është I traumatizuar, they can enter into chronic hypoarousal and hyperarousal state. Pra ata mund të hyjnë në periudhën kronike të dyre këtyre si poshtë dhe lart, pra, të hiperaktivitet ose yeah. And for the fourth factor, children need emotionally strong parents. Dhe faktori I 4 që ndikojnë në marrëdhënie prindër-fëmijë është fëmijët kanë nevojë për prindër që janë të fortë emocionalisht. Parents that can hold our so-called negative emotions like anger, sadness and fear. Pra prindër që ato mund t'i përmbajnë këto emocione negative, pra siç ne kemi folur, inati, frika e tjera. Yeah, children that need parents who will not say to them, you are forbidden to cry. Pra fëmijët kanë nevojë për prindër që të mos I thojnë atyre ju e keni të ndaluar të qani. You are forbidden to be angry. Ju e keni të ndaluar të inatoseni. You are forbidden, to express your emotions and to see on that emotions as not something bad. Pra ju të keni ndaluar të përshprehni emocione dhe kjo është edhe fëmijët nuk kanë nevojë për prindër të tillë pra që ndalojnë të shprehin emocione dhe gjithçka. And for the last, children need healing parents, parents who. Faktori 5 pra që ndikon në marrëdhënie prindër-fëmijë është që fëmijët kanë nevojë për prindër të shëruar. And when it comes to the healthy development of child's brain, dhe kur vjen në atë rritjen e shëndetshme dhe zhvillimin e shëndetshëm të trurit të fëmijës, the importance of repair cannot be overstated. Pra rëndësia për shërim dhe riparim është me të vërtet shumë e madhe. So this is my last slide. E tani do vim tek slajdi I fundit. I like this author, and these are the so profound thoughts. And he says, one of the most powerful tools we have for building secure attachment. Pra unë e pëlqej shumë këtë autorin Kurt Thompson dhe sepse ka mesazhe të fuqishme, të thella, dhe ai thotë që një nga mjetet më të fuqishme
që kemi për të ndërtuar një lidhje të sigurt me fëmijët tanë është in our children is understanding our own story. Është të kuptojmë historinë tonë. Bringing our shame out of hiding. Ta nxjerrim turpin nga fshehja. We can help our children build resilience to shame by, when appropriate, sharing our own stories. Ne mund të ndihmojmë fëmijët tanë të ndërtojnë qëndrueshmëri ndaj turpit duke ndarë. And inviting them to share theirs. Kur është e përshtatshme. In doing so, we lay the foundation for openness and trust in the relationship. Historitë tona dhe duke ftuar ata të ndajnë të tyre, duke vepruar kështu ne vendosim themele për hapje dhe besim në marrëdhënie. Instead of relying on the belief that we always have to be right. Në vend që ne të mbështetemi në bindjen se gjithmonë duhet të kemi të drejtë. When we share our vulnerabilities with our children. Kur ndajmë cenueshmëritë tona me fëmijët tanë. We send a powerful message to their brains. U dërgojmë një mesazh të fuqishëm trurit të tyre. That they are not alone in their weakness. Që ata nuk janë vetëm në dobësitë e tyre. So, this was my last slide, and I think it is, those are the powerful thoughts from Curt Thompson. Kjo është slajdi im I fundit, dhe këto janë në mendimet fuqishme në Curt Thompson, apo ja? In building secure attachment with our children, it is pra një lidhje të sigurt emocionale me fëmijët. It is crucial that we understand our story. Është shumë e rëndësishme, thelbësore që ne të kuptojmë historinë tonë të fëmijërisë e rritjes së gjithçka. What are the moments in our childhood? E cilat kanë qenë ato momentet e fëmijërisë tonë? When we were not allowed to express ourselves, when we, nuk ishim lejuar when we të shprehim emocionet tona. When we shut down. Kur ne I ufikëm emocionalisht. What was the dynamic between our parents? Cila ka qenë dinamika e marrëdhënies jona me prindrit tanë? What was the nature and the way our parents loved us? What was the nature of that love? Cila ishte natyra e dashurisë së prindërve ndaj nesh? Was it, the official as it's usual? Oh, we gave you, the shelter, the food. What do you want other? A ishte si zakonisht prindrit thonë, po ne të dham ushqim, të dham shtëpi, urite, çfarë do më tepër nga ne? Or our parents admired us and enjoyed in our presence. Apo prindrit tanë na admiruan ne gjatë fëmijërisë dhe e shijuan praninë tonë kur gjatë rritjes sonë. And that is something as I, as a pastor, believe that we were created for, God created us to give us honor and delight, and to be delighted in our presence. Pra, ashtu, unë jam gjithashtu si që e dinë dhe pastor, pra kam të teologji dhe unë besoj që Zotin na ka krijuar ne, që ne të gjejmë kënaqësi dhe të gazëllohemi në praninë e vetes tonë. And that is something that we just have to reflect into our relationship with children. Dhe kjo është diçka që ne duhet ta reflektojmë në marrëdhënien tonë si prindër me fëmijët tanë. Even though I have problems in raising, my children, I still have the moments when I delight in them. Edhe sepse unë kam probleme në rritjen e fëmijëve të mi, prap ka momente që unë kënaqem dhe gjej kënaqësi në momenten me fëmijët e mi. Në praninë e fëmijëve. And never to let them stop
that feeling of being felt. You see the feeling of being felt. Dhe kjo ndjenjë ku të toj dhe të mos largohet dhe fëmijët duhet ta shikojnë të ndjenjën e kënaqësisë që ne kemi që ata janë pranë nesh, kur janë pranë nesh. Edhe sepse nuk është se jemi përsosur në rritjen e tyre. Yeah. Okay. And that is the hope for our families, our schools, and for our society. Dhe kjo është shpresa për familjet tona, shkollat tona dhe shoqëritë tona ku jetojmë. That we raise emotionally aware personalities. Që ne të rrisim pra fëmijë që janë të emocionalisht të shëndetshëm dhe që kanë personalitetin e tyre të zhvilluar. Because we are facing the real challenges these days. Sepse ne si prindër po jemi përballë sfidave reale në këto ditë. Thank you very much for being attentive and for your presence. Shumë faleminderit që jeni qenë të vëmendshëm dhe për vëmendjen tuaj dhe për pranimin tuaj.